Marrë shkaz nga rreshtet e ditëve të fundit, që kanë shkaktuar përmbytje thuajse në gjithë territorin e vendit, në 7 prej qarqeve në vendin tonë, do diskutojmë me rëndësinë e menaxhimit të digave, por edhe në lidhje me cilësinë e ujit në vendin tonë. Më gjërësisht do diskutojmë me zotin Erion Kalaja, inxhinier hidroteknik, ekspert i ujrave dhe digave. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ta nisim me digat, me qenë se jemi në periudhë përmbytjesh në 7 qarqe, ne kemi parë problemet janë të mëdha, dëme në tokat bujqësore, dëme në shtëpi, dëme edhe në kafsh. Sa të rëndësishme janë digat për të parandaluar më pas këto përmbytje? Po digat janë struktura shumë funksionale. Qëllimi i tyre është të krijojnë volume uji për të shfrytzuar në kohë, Me rëndësishme është ai volum duhet menaxhuar pastaj. Patjetër që duhet menaxhuar ai volum dhe duke qenë se krijojnë një volum, krijojnë dhe avantazhin që sasia e ujit që vjen në raste plotash, rreshjesh intensive si në këto ditë të fundit, ato mund të lëshohen në mënyrë të kontrolluar, më të ngadalë, pa shkaktuar dëme, siç ndodh me shumë digë dhe rezervuare në Shqipëri. Buxheti është i mjaftueshëm në referuar dokumentit për 2026, më bëhet fjalë për 132.5 milion lekë. Po të lexosh shpjegimin e argumentimit buxhetit, ky është për përfundimin e veprave që kanë nisur punimet ekzistuese. Ky buxhet i 2026-s është sa gjysma e 2025-s, buxhetit vitit aktual për sigurinë e digave, dhe është sa 1/4 e buxhetit të 2024-s. Praktikisht në vlerësimin tonë. Se kjo ulje mos duhet të ishte në rritje normalisht? Ulja nuk justifikohet teknikisht, justifikohet financiarisht, dhe unë nuk mund të flas për pjesën pse qeveria nuk e vendos në prioritet sigurinë e digave. Ajo që mund të them është që praktikisht në kuptueshmërinë tonë është që projektet që filluan në 2024 për shkak mungese fondesh, po përpiqen të plotësohen deri në vitin 2026. Kjo tregon një qasje momentale dhe jo të strukturuar në lidhje me menaxhimin e digave, në lidhje me sigurinë. Mjafton përmendim që Komiteti Kombëtar i Digave ka vite që përmend çështjen e sigurisë digave dhe sidomos pjesën e monitorimit të digave. Digat kanë disa pajisje monitoruese, të cilat mund të them mbi 90% e digave në Shqipëri nuk i kanë këto pajisje pavarësisht detyrimit ligjor, dhe ato që i kanë shumë pak i monitorojnë apo i interpretojnë si dhëna. Kështu që çështja e sigurisë digave në vetvete, të cilat mund shkaktojnë përmbytye edhe pa rreshje, është një çështje që kërkon një trajtim më serioz, më të strukturuar. Investimi, kam shtypjen patjetër duhet bërë nga shteti, por menaxhimi, monitorimi, nga kush duhet bërë? Atëherë, në Shqipëri ka pronar digësh privat dhe shtetëror. Pronari më i madh digave në Shqipëri janë bashkitë. Dhe Bashkia Tirana është një nga pronarët më të mëdhenj të digave në Shqipëri, sepse me ndryshimet dhe kalimin e përgjegjësive në vitet pas reformës territoriale, përgjegjësia e digave të ujitjes kaloi në bashkitë. Si shumë dhe përgjegjësi të tjera. Bashkitë aktualisht, edhe bashkitë e mëdha, vuajnë për ekspertizë në lidhje me sigurinë e digave. Mjafton të flasim për shembull që diga e liçenit artificial Tiranës ka probleme strukturale në trupin e saj, të dukshme, të cilat në dijenin time, po them, nuk janë pjesë e këtyre buxheteve drejtorisë emergjencave apo buxheteve tjera për t'u adresuar. Edhe është një digë që ka shkaktuar edhe përmbytje në Tiranë të kaluarën. Zoti Kalaja, janë rreth 630 diga në vendin tonë, ato shihen më tepër si potencial, apo nëse neglizhojmë mund të kthehen edhe në rrezik? Atëherë, ne kemi bërë një studim me HDU Foundation në lidhje me digat që duhet qëndrojnë dhe që duhet hiqen. Nga 630 diga, rreth 95 diga të raportuara nga bashkitë kanë humbur funksionin e tyre, kanë humbur funksionin si pjesë e mbylljes ciklit jetës tyre për shkak të dëmeve të mëdha. Si shërbejnë asgjëje? Si shërbejnë më asgjëje. Dhe kërkohet një vendimarrje se çfarë duhet bërë me këto. Çështja tjetër me sigurinë e digave është që ka ndryshuar qëllimi i përdorimit digave. Përmenda digën e liçenit artificial Tiranës, e cila ka qenë
për ujitje, industri, sot është vetëm rekreacion, po njëjta gjë mund të thuhet për Paskuqanin, po njëjta gjë mund të thuhet për Farkën. Janë me qindra diga dhe rezervuare në Shqipëri që sot kanë më shumë funksion rekreacione sesa funksionin primar që kanë pasur dikur të ujitjes. Kjo do zgjidhur në një mënyrë strategjike nga qeveria si bërëse e politikës. Ajo që shohim ne tash në fushën e digave është parafrimi me legjislacionit, por legjislacioni nuk zgjidh problemin teknik. Nuk ka një strategji të mirëfillt se çfarë do ndodhi me digat, se çfarë do planesh investimi ka në afat shkurtër, afat mesëm, afat gjatë. Pronarët tjerë janë pronarët privat, cilët janë relativisht më serioz sepse ruajnë investimin e tyre. Kategoria privatëve po fus edhe kompanitë e ujësjellësit edhe keshin, sepse ata kanë të ardhur edhe gjenerime, kështu që kanë një fokus më të madh në sigurinë e digës. Ato diga apo ato i quajmë edhe liçene artificiale ose liçene të vegjël që përdoren për rekreacion, si ai i Tiranës, si Paskuqanit, ka edhe shumë tjerë anë mban territorit të Republikës së Shqipërisë. Ata duhet të trajtohen ndryshe dhe njëkohësisht, përveç trajtimit ndryshe, duhet edhe të kujdesemi për ato, ose të kujdesem kush e ka për detyrë, sepse nëse ka një zhvillim urban, për shembull, ai uji aty liçeni mund ndotet jashtëzakonisht shumë dhe është pastaj mund të kthehet në një bumerang. Po çështjet e rezervave ujore në shumë vende të botës trajtohen si çështje të sigurisë kombëtare. Sidomos ato që kanë lidhje me ujin e pishëm apo ku janë atraksione turistike. Po marr prap liçenin artificial të Tiranës. Është një digë që ka probleme qëndrueshmërie, është një digë që ka ndryshuar funksionin, ku zhvillohen dhe aktivitete, kërcejnë, vrap e tjera. Diga kur është projektuar dhe zbatuar nuk është projektuar për këtë numër aktivitetesh, kështu që strukturalisht është më shumë stres. Po një të gjë prap po marr Tiranën si më e thjesht, Farka dhe Paskuqanit, të cilat kanë aktivitete në Farkë, zhvillohet Tirana triathlon, krye vrape, biçikleta, aktivitete të rënda. Tjetra që ndodh prap si çështje e sigurisë publike ka të bëjë me cilësinë e ujit. Shumë nga këto rezervuare janë tejskajshmërisht të ndotur. Unë kam bashkëpunuar me H2O Foundation për projektin Greenal, i cili zgjodhi disa trupa ujor në të gjithë Shqipërinë, në Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër, Korçë, Fier. Si ishin rezultatet? U bën analizat kimike, fizike dhe bakteriologjike. Të gjithë trupat, përveç grykderdhjes hamallajt, ishin me disa herë ndotje bakteriologjike. Thënë fjalë tjera, fekale. Escherichia coli është nga treguesit dhe Enterokoku kryesor të fekaleve. Liçeni artificial i Tiranës në 2 pikat që u monitorua kishte 18 herë mbi normën, liçeni Farkës 15 herë. Kemi dhe rekorde europiane, besoj, ku Via e Ngjallës, që kalon mes për mes qytetit Fierit, e kishte 425 herë dhe një liçen i Tafanave në Belç, ku shkarkojnë gjithë ujërat e zeza të qytetit Belçit 120 herë mbi normën. Dhe aroma dallohej po isha afër. Problemi është tek menaxhimi i ujërave të zeza që ndodh këto rezervuare apo këto liçene. Është menaxhimi i ujërave të zeza, është primar sepse është ndotja bakteriologjike, është menaxhimi i mbetjeve, po ashtu primar sepse në raste të tilla plotash përmbytjesh siç po ndodhen tani, në pellgun e mbledhjes tyre liçeneve shplahen të gjithë mbetjet industriale, bujqësore, blektorale dhe kalojnë dhe ndikojnë tek cilësia e ujit. Më lërë të shtoj diçka, pse po them cilësia e ujit, sidomos në rezervuaret që kanë përdorim të kombinuar. Ngarkesa bakteriale, sidomos Escherichia coli, ka një trajtim të vështirë. Unë nuk jam mjek dhe kam folur me mjekët dhe më thonë që është i vështirë. Dhe turistët që mund shkojnë, shqiptarësit huaj mund të marrin këtë ngarkesë bakteriale dhe të smurën dhe ta mbajnë këtë edhe kur kthehen në shtëpitë e tyre. Fermerët që ujitin mund ta marrin këtë ngarkesë bakteriale, por edhe ne si konsumator. Edhe ne si konsumator, rasti Belçit për shembull na kërkuan nga prefekti, nuk është se pushteti vendor nuk i di problematikat.
i Elbasanit. Po ne si turist, zona e Belqit për mua është shumë e bukur, me ato kodrat, me ato liqenet. Por, në qofë se ne ham një salat jeshile, apo një diçka, të pa pastruar mirë, po të ujitur, të spërkatur me këtë ujin, dhe ne si konsumator në vend që të ham diçka bio, po ham diçka të ngarkuar, dhe peshku i këtyre rezervuarve gjithashtu ngarkohet, në qofë se nuk gatuhet fort edhe mirë që prandaj them është çështje sigurie, sepse këto burime ujore duhen trajtuar jo vetëm për përmbytjen, po edhe për çështjet e shëndetit publik edhe për çështje të tjera. Përpara se të vjojmë më tej në lidhje me raportin e monitorimit të trupave ujor, edhe një pyetje në lidhje me ato diga të cilat e kanë mbyllur ciklin e tyre. Çfarë ndodh me një që duhet ta quajmë ta zgjesohet? Thahet, mbushet me dhe, si procedohet? Ne kemi disa vite që përpiqemi me disa bashki për të dekomisionuar, për të hequr nga inventari disa nga këto diga. Problemi është që legjislacioni i digave e ka të përshkruar shumë shkurt që ekziston mundësia për heqjen e digave nga inventari dhe procedurat teknike të heqjes digave nga inventari. Por, në fund ditës, një digë është një aset, është një pasuri në administrim të bashkisë dhe bashkitë janë të paqarta për procedurat ligjore që duhet bëjnë për ta hequr së pari nga inventari këtë aset dhe pastaj për pjesën teknike. Pjesa teknike është relativisht më e thjeshtë, sepse këto diga praktikisht krijohet një çarje ku të lejohet rrjedhja natyrale. Pastaj në varësi të pamjes, landscape-it, terrenit, përcaktohet nëse do hiqet totalisht apo do lihet. Dhe krijohen dhe sipërfaqe të tjera që mund të jenë sipërfaqe parqe, mund të jenë sipërfaqe gjelbra apo edhe me përdorim, nuk e di, ndoshta për panele diellore nëse janë zona më rurale. Qofshin edhe kullota. Qofshin edhe kullota, patjetër. Domethënë, përdorimi i tokës krijon mundësi për përdorim dhe përfitime për banorët dhe komunitetin në këto zona. Po, ndërkohë, zoti Kalajan, në lidhje për të rikthyer sërish tek raporti monitorimit të trupave ujor, disa element të tjerë që mund të jenë edhe element kimik, si për shembull detergjentët, sapunët, që përdor çdo familje, por gjithashtu edhe industria e hotelerisë, janë faktor për ndotjen e ujrave? Patjetër, në njohjen tonë të territorit të Shqipërisë, sidomos në zonat rurale, po edhe në Tiranë po themi se nuk ka një impiant trajtimi të ujrave të zeza, ka ngarkesë dhe shkarkime, qoftë edhe nga hoteleria nëpër prenj dhe kanale ujitës dhe kullues. Një nga problemet që mund të themi përveç pjesës shëndetit, po është çështja edhe produkteve bujqësore. Mund të kemi fermerë të ndershëm që përpiqen me rigorozitet të aplikojnë normat e plerave dhe pesticideve. Ndërkohë, kur eksportojnë produkte, për shkak se ngarkesa e fosfateve dhe azoteve që vijnë nga këto produktet shtëpiake, siç e përmendëm, apo edhe bërësitë e ullirit, është shumë e lartë, atyre nuk u kalon produkti në Bashkimin Evropian dhe pastaj janë të paqartë dhe akuzojnë shtetet e tjera që nuk po i lejojnë të tregtojmë, kur realisht problemi ndoshta mund të jetë edhe lokal. Në një rast fundit, nëse nuk gaboj për mandarinat në zonën e Belqit ose të Cërikut, problemi kishte përmbajtje shumë të lartë nikeli dhe u amundësua, sepse nuk është zbuluar në dijenin time ende, problemi ishte uji i lumit Shkumbin. Nga aty kishte ardhur ky nikel mbi normat e lejuara. Pra, kaq shumë i rëndësishëm është edhe çështja e sigurisë ushqimore. Po të flasim për ndotjen e burimeve ujore, mund të themi që legjislacioni shqiptar është përafruar, siç e përmenda edhe për çështjen e digave dhe për çështjen e monitorimit. Agjencia Kombëtare e Mjedisit ka për detyrë monitorimin e të gjithë trupave ujor. Nuk ka buxhet për të monitoruar, monitoron disa thuajse të gjithë lumenjt edhe disa trupa ujor. Ajo që doli dhe raportin ver për Bathing Water Quality, cilësia e ujrave për larje e Bashkimit Evropian, i referohet kryesisht ndotjes me bakteriologjike, ndotjes fekale, e thënë në gjuhë popullore. Analizat tilla bëhen shumë pak ose as pak dhe nuk raportohen përgjithsisht për publikun. Qëllimi qasja të ky projekt që ne po zbatojmë për cilësinë e ujrave, kjo është që disa nga pronarët
për shembull keshi, ujësjellcat apo pronarët hidrocentralesh mund kryen monitorimet me fondet e tyre. Dhe një monitorim i një pike ka i kosto simbolike 200-300 euro maksimumi është e thjesht. Dhe është e thjesht. Është më e komplikuar për bashkit, sepse disa nga këto rezervuare janë zona zona të thella ku bashkit i shohin një herë 2-3 vjet dhe përpiqen t'i lënë pa ujë, sepse dhe nevoja për ujitje apo përdorime tjera është shumë e vogël. Kështu që kërkon një qasje institucionale për ta zgjidhur këtë si problem, që për momentin ne kemi pasur diskutime shumë pozitive me institucionet, të shohim qofse do përkthehen me veprime konkrete. Jemi edhe kemi hapur edhe të gjithë grup kapituit dhe ai mjedisit kam shtypjen së bashku me bujqësinë mund të jenë ndër më të rëndësishmit. Në kuadër edhe të objektivave që BE-ja ka vendosur deri në 2050 për të mbrojtur klimën, për të ulur emetimet, por edhe çështja e ujrave zë një peshë mjaft rëndësishme. Ne çfarë duhet bëjmë, sepse kam përshtypjen jemi shumë pas dhe duhet bëjmë shumë të paktën këto 4 apo 5 vite. Po, në qoftë se i referohem unë, ambasadorit të Bashkimit Evropian tha parafrimi i ligjeve është njëra anë e integrimit të Europës, por veprimet konkrete janë ato që kanë po aq rëndësi. Me trishtim shohim që veprimet janë akoma të ngadalta dhe të pa koordinuara. Sektorët që prekin ujin, më saktë që prek uji janë të gjithanshëm, kështu që kërkojnë diçka më tepër se koordinimi. Kërkohet rreth parë një informimi i publikut. Presioni publik është ai që mund t'i vë në lëvizje edhe institucionet lokale, sepse janë disa masa shumë të vogla, për shembull nëpër komunitetet rurale, hedhja e mbeturinave apo shkarkimi i ujrave të zeza, kur një grop septike kushton relativisht pak, pavarësisht se buxhetin e familjeve të vogla mund të jetë e madhe, jo domosdoshmërisht ka nevojë për një rrjet trajtimi ujrave të zeza, por ndoshta qeveria mund të japë disa subvencione edhe për disa tipe gropash septike, të cilat është edhe një mundësi biznesi, sepse disa nga këto mund të bëhen me punëtor të pa kualifikuar, po themi, kështu që nëse ata mësojnë ta bëjnë këtë lloj pune, simulon punësimin, ruan mjedisin, ruan shëndetin e një popullate më të gjerë. Pa folur pastaj që këto ndotje nga projekte të tjerë kanë treguar që kanë ndotur edhe ujrat nëntoksor me ngarkesë bakteriologjike, që të thuash që edhe një fermer apo një përdorues uji në një shtëpi në fshat apo në qytet që përdor pusin si burim më të sigurt, edhe ai mund të jetë. Ndërkohë, edhe një pyetje për të parë me optimizëm. Jemi në kohë për të pasur të paktën ujra të pastra nëse marrim Shqipërinë në total, si një të vetme? Unë e thash, pjesa më e madhe burimeve ujor liçeni që ne monitoruam, përfshirë edhe Prespën, ne morëm një liçen në Funarën, Elbasan, është në kufi me Tiranën, Elbasanin dhe Matin, dhe pretenduam që atje do kishte ujë më të pastër. Por jo? Por jo. Edhe atje kishte ngarkesë bakteriale. Jemi gjithmonë kohë të fillojmë të ecim në drejtimin e duhur. Nuk mund të themi asnjëherë që nuk është koha e duhur tani, sepse ne humbëm rastin. Mjafton përmendim rastin, për shembull, që vitin e kaluar në Sena, në Francë, Paris, u bë e notueshme mbas 1.4 miliard euro investim. E përmend Senën sepse pati ankesa nga triatloni gjatë Olimpiadës për smundje me Esheria Koli, po e përmend edhe për çështje buxheti, sepse këto janë projekte që kërkojnë alokime buxheti serioze në mënyrë të strukturuar. Nuk mund bëhet brenda ditës, disa procese kërkojnë kohë dhe financa. Si ka mundësi në disa me qënëse përmendët Senën në Paris, në Zvicër për shembull, nga çfarë kemi parë në media apo në rrjetet sociale, disa lumenj
janë të, jo vetëm që njerëzit mund të lajnë aty, por përdorin rrjedhën për të shkuar në punë, apo për të shkuar anasjelltas nga puna në shtëpi. Si menaxhojnë është çështja? Nuk është vetëm Tjena ishtë pastër. Nuk është vetëm Zvicra, ka dhe shtetet tjera ballkanike që përdorin transportin ujor. Transporti ujor në vetë po pati mjete lundrus, ka dhe ndotje nga vajrat e grasot, kështu që nuk është dhe aq i pastër, mund të jetë bakteriologjikisht i pastër, sepse ndartohen shkarkimet. Tanë me notë, thjesht me rrjedhën e lumit. Okej, nuk e kam parë këtë, po ekzistojnë lumenj që praktikisht po i ndërpreve shkarkesat, ujë që rrjedh vetë pastrohet. Në varësi nga kërkesës do kërkoj më shumë kohë ose më pak kohë, por po e lam të rrjedhi ujë i pastër, ai do e pastroj vetë këtë. Për çështjen e ndotjeve, sepse ne mendojmë vetëm ndotjen e lumenjve dhe prrejve dhe kanaleve kulluese, kanaleve ujitse. Arsye pse ne morëm hidrovorin e Hamallit është sepse merr ujin e kanalit kullues dhe e shkarkon në një zonë shumë të lartë turistike. Arsye pse morëm vijën e Ngjales është sepse shkon në hidrovorin e Hoxharës, në ato që quhet zonë edhe plazhi i Darzezës, ku planifikohen edhe investime të mëdha. Që do të thotë që kjo ndotja në tokë e ujrave me cilësi ndikon edhe tek plazhet që ne vizualisht mund na duken të pastër. Çdo lum në det derdhet, përjedhoj. Dhe një pyetje të fundit, është njeriu ai ose shkaktari kryesor i ndotjes? Njeriu flas për investimet që mund të bëhen. Është njeriu. Vija Ngjales që e përmenda ka ndotje me vajrat e graso, i vetmi pikë që ne monitoruam, rreth 20-30 herë mbi normën. Dhe kjo vjen për shkak të industrisë së naftës në fushën e Patos Marinzës. Ndotja fekale kryesisht vjen prej njeriut, kështu që është njeriu i pari që duhet marrë masa dhe të ketë kujdes për ambientin ku jeton, sepse në fund ditës do i kthehet në probleme për shëndetin apo për veten. Zoti Kalaja, faleminderit që ishit në studio. Faleminderit juve për ftesën.